Maloku Report TV ka patur një reagim të ambasadës gjermane ditën e sotme, duke qenë se po themi një nga risit e protestës dje ka qenë edhe ngritja e flamujve gjerman, por duket se ambasadës gjermane nuk I ka pëlqyer dhuna në protest, duke deklaruar se duhet të distancoheni me njëherë, udhëheqësit e protestës duhet të distancohen me njëherë, si përgjigjeni? Ne jemi të përcaktuar për kërngritje paqësore, por një gjë mund të them, në qoftë se këto protesta ka patur me dhjetra demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjersot asnjë polic të plagosur. Kjo është e vërteta. Por ne mbetemi të përcaktuar për kërngritje paqësore, sepse jemi të bindur se nëpërmjet saj realizojmë më mirë qëllimet tona. Ndaj dhe ne nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë përkundrazi. Ne kërkojmë të vazhdojmë me moton paqësore. Ne mos harroni. Në kushtet e një grushti shteti janë të ligjshme të gjitha mjetet, por ne qëndrojmë tek mjetet paqësore. Edhe një në kushtet e një grushti, në kushtet e marrjes pushtetit drejtësisë nga ekzekutivi për ligjet çdo mjet, por ne qëndrojmë tek kryengritja paqësore. Kjo është e tëra. Ne dhunën më të madhe konsiderojmë dhunën më të madhe ndaj këtij populli marrjen e pushtetit të drejtësisë nga pushteti ekzekutiv. Kjo përbën një dhunë të tmerrshme kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është Olta Xhaçka në parlament duke hedhur poshtë 2 herë urdhën e gjykatës kushtetuese. Për ne dhunë të tmerrshme ndaj këtij populli është bllokimi I drejtësisë ndaj për arrestimin e Lubi Ballukut për shkak të Edi Ramës. Për ne dhunë të tmerrshme është mos arrestimi Linda Bashës, e implikuar këmbë kokë në aferën e Akshit. Për ne dhunë të tmerrshme është lëvizja e lirë e Ergjys Agasit dhe thuhet dhe vizitat e tij në Surrel.